Kuvendi rrëzoi kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres dhe ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Shumica parlamentare e Partisë Socialiste votoi kundër kërkesës duke argumentuar se nga analiza e materialeve të paraqitura nuk rezulton se Balluku ka kryer veprime korruptive apo shkelje që justifikojnë një mas arresti. Sipas raportit të plot të siguruar nga televizioni Adeu, të hartuar nga deputetët e Partisë Socialiste, në Këshillën për rregullorën, mandatet dhe imunitetin, provat e paraqitura nga SPAK nuk provojnë përfshirje të drejtë për drejtë të ministres në veprime të palishme. Në dokument thuhet se procedurat e ndjekura nga institucionet në projekte që po hetojnë janë kryer në përputhje me kuadrin ligjor dhe se përgjegjësitë administrative nuk mund t'i përkthehen automatikisht në përgjegjësi penale për Ballukun. Raporti thekson gjithashtu se hetimet duhet të vazhdojnë pa pengesa, por pa mase ekstreme që sipas shumicës nuk justifikohen nga provat aktuale. Nga ana tjetër, SPAK ka argumentuar se kërkesa për arrestim ishte nevojshme për të siguruar hetimin, ndërsa opozita ka akuzuar maxhorancën për mbrojtje politike ndaj ministres.